Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, me ne i ftuar kësaj herë është tepër i veçantë, pasi bëhet fjalë për një personalitet të Partisë Demokratike të dikurshme, do ta quaja unë ish deputet, kandidat për kryetar, zoti Fabart Kadilli. Zoti Kadilli, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Partia Demokratike ndodhet përsëri në ato probleme që ju i keni publikuar kur kandiduat për kreun e saj në 2021-shin. Kanë kaluar disa vite, përsëri e njëjta metamorfozë. Çfarë po ndodh? Për fat keq, Partia Demokratike nuk ka reflektuar, nuk do të reflektojë për problemet e saj. Është kapur mbas modelit të traditës saj, pra të shkuarës saj, e cila ka pjesë të veta shumë të rëndësishme, pozitive, me vlerë historike për shoqërinë shqiptare, për politikën, por gjithashtu mbart edhe gjëra që ose si thua sjellje ose kulturë politike tashmë të ka përzyer nga shoqëria. Pra, po të rim me kokën mbrapa dhe të vazhdojmë të përsërisim siç po ndodh me Partinë Demokratike vetveten, pa ndryshuar asgjë, nuk mund të jemi dot alternativë. Kjo ka qenë ajo çfarë unë kam këmbgulur që në vitin 2021, duke deklaruar që ka mbaruar projekti politik Berisha-Basha. Kemi nevojë për një projekt të ri politik, si demokrat dhe si opozit. Pa reflektim, ne nuk mund ta ndërtojmë këtë projekt politik. Manifesti im politik ishte, si thua, bazamenti mbi të cilën mendoj që mund të shtrohej shumë mirë projekti i të ardhmes së Partisë Demokratike, dhe prapë ai manifest është aty. Pa modesti e them, është dokumenti më i mirë i prodhuar në politikë në dekadat e fundit. Jo se e kam bërë unë, ajo është produkti i konsultimit tim me shumë njerëz politikës të opozitës, brenda dhe jashtë Partisë Demokratike. Por pa reflektim nuk vjen ndryshim. Këtë reflektim unë akoma nuk e shoh tek Partia Demokratike, prandaj përsërisim të njëjtat gabime. Për ta thënë pak më thjesht, ne vazhdojmë të nisemi në drejtim të Dajtit dhe mendojmë se do arrijmë në plazhin e Durrësit. Nuk arrim në Durrës, po unë nisë drejt Dajtit, do arrish në Dipër. Ky është problemi. Qartë, por neve shikojmë që ka disa lëvizje, ka edhe një lëvizje e ashtu quajtur lëvizja Salian, një që po tenton që të ketë një fraksion të ri, le ta quajmë, brenda Partisë Demokratike, që nuk ka gjetur përqafim nga kreu i saj Sali Berisha, edhe pse me statutin e ndërmarr njihen dhe fraksionet brenda partisë. Pse ka shumë bezdi zoti Berisha nga mendimet ndryshe, nga persona që mendojnë ndryshe brenda Partisë Demokratike? Po mundojmë ta ndaj përgjigjen në disa segmente. Ngacmuar nga pyetja juaj. Po nis nga e fundit. Pse ka bezdi Berisha? Jo vetëm Berisha, po pjesa më e madhe e drejtuesve të Partisë Demokratike kanë bezdi nga çdo mendim konkurrues, alternativ, i ndryshëm, sepse mendësia e partisë është mendësia bolshevike, është mendësia e partisë së shumicës. Kush ka shumicën, dominon dhe, si thua, e asgjeson gati, e zhbën atë që është pakicë. Dhe pakicës nuk i jepet hapësirë për të ndryshuar. Kur u bë kuvendi 11 dhjetorit në stadium, unë isha i ftuar, kam marrë pjesë dhe mu kërkua nga ekipi që punonte me porosi drejt për drejt Berishës, që të propozoja nenet e statutit që lidheshin me fraksionet. E kam refuzuar këtë angazhim dhe arsyeja ka qenë e thjeshtë. Nuk është çështje a e kemi apo jo në statut. Çështja është a e kemi apo jo mendsinë që ta pranojmë që brenda Partisë Demokratike mund të ketë disa njerëz që mendojnë ndryshe. Kanë dhe zë për këtë gjë, kanë dhe përfaqësim të barabartë dhe nuk trajtohen si armiq. Sa kohë nuk ndryshojë mendsinë, shkruaj çfarë të duash në statut, nuk ndryshon. Dhe po të kemi parasysh mënyrën se si gjenerohen idetë e ndryshme apo profilet e ndryshme, mënyra se si i trajton Partia Demokratike, përfshirë dhe rastin e fundit që u përmendëm, është trajtimi i bolshevikëve kundër menshevikëve. Për shqiptarët është trajtimi se si shumica sillet ndaj pakicës. Se termi bolshevik nuk lidhet do e mos me komunizmin, do të thotë shumicë. Si thua, tirani e shumicës. Këtë fat do ketë çdo lloj lëvizje, me apo jo
e shkruar në statut që do tentoj të jetë konkurruese, alternativa, apo le të themi profilizuese, kur dikush do të krijojë një profil që të quhet ndryshe. Nuk do ketë dot fat të mirë sa po nuk ndryshon mentaliteti. Në pyetjen e parë ju thash nuk ka reflektim, në pyetjen e dytë them nuk ndryshon dot mendësia. Qartë. Për ju, zoti Kadilli, personalisht, ku ishte momenti që kuptuat që gjërat nuk do ndryshonin brenda Partisë Demokratike dhe zgjodhët që të largoheshit jo në mënyrë përfundimtare ndoshta, por përkohësisht nga ajo? Është për ta saktuar, nuk jam larguar, thjesht kam ndetur disimi i tërhequr dhe duke bërë atë që besoj se e bëj mirë, të provokoj nevojën e reflektimit ke drejtuesit e partisë, të them ca të vërteta që ngacmojnë vetdijen e çdo opozitarit. Të vërtetat dhëmbin kur thuhen, në shumicën e rasteve, por koha provon nëse ajo gjë që dhimbte dje ishte e vërtet apo jo. Për fat, koha më ka dhënë të drejtë në të gjitha çfarë i kam thënë demokratëve për gjë shumë thjesht. Ju kam folur me zemër, si njëri që ka një përvojë shumë të gjatë në politikë, që ka dëgjuar më shumë se sa ka folur për vite me radhë, që ka qenë luajal me partinë gjatë gjithë kohës, dhe çdo gjë që unë sot them publikisht, unë e kam thënë brenda forumeve të partisë, por nuk kam preferuar të kryej profil publik bazuar në çfarë them në parti. Ky është realiteti. Pra e kam thënë kryetarit të partisë, qoftë Berisha dikur, Basha dhe prap Berisha sot. Ja kam thënë këto gjëra kohë përpara. Kur pash që nuk reflektonte dot asnjëri as tjetri, dhe kur kuptova, jo që në fillim të jemi vërtet, që Basha nuk ishte kryetar. Ishte, si thua, një dëzhurën ke Partia Demokratike. Ai që rike dera, mban derën. Sepse drejtuesi i vërtet ishte gjithmonë Sali Berisha. Kuptova që ne nuk kemi projekt të ri as me Bashën. Këto e kam shenjat e para i kam kuptuar në vitin 16 afërsisht. Dhe që nga viti 17 kam bërë bisedë të hapur me të dy dhe kam thënë, kjo rrugë nuk na çon fitore. Unë nuk do flas deri 2021. Fitoni, jemi të lartë. Humbët, do më keni përballë. Zoti Kadilli, duket se jam ndarë. Qartë. Duket si aksioni opozitar i Partisë Demokratike ka dhe disa kakofoni edhe për publikun. Kërkohet një protestë kombëtare, kërkohet një protestë quajtur foltoria parlamentare qytetare çdo ditë hënë, që zoti Berisha quan që nuk është protestë, por është thjesht një komunikim me një grup të caktuar qytetarësh që nuk ka gjetur mbështetjen e gjithë demokratëve. Po ashtu duket se një ditë para se disa ditë më saktë para se të mblidhej protesta e 24 janarit, pati një dakordsi ku bashkuan votat e opozitës së bashku me mazorancën për të përfaqësuar Shqipërinë në bordin e paqes me kryesues zotin Rama. Gjithë këto veprime si janë lexuar nga qytetarët e thjeshtë, po marrim këtu në optikën e një qytetari të thjeshtë si lëvizje që e dobësojnë Partinë Demokratike apo e forcojnë, duke qenë se zoti Berisha artikulon shpesh jemi në kilometrin e fundit? Më shumë se sa e forcojnë apo e dobësojnë, i humbasin seriozitetin. Sepse kur ti thua që qeveria është qeveria narkoshtet, më e korruptuara në botë, e lidhur me krimin më shumë se çdo gjë tjetër në botë, tjera si këto, ti nuk mund të kesh më asnjë urë komunikimi me këtë forcë politike. Ti nuk mund të bësh ligje bashkë me këtë. Dhe nuk mundet ti të mendosh që po bashkon votat me krimin apo me korrupsionin për t'i bërë mirë Shqipërisë. Se këtë çdo njeri e mendon, ti the këtë, ti the që është kriminal. Është njeriu që po bën gjithçka të mirë në këtë vend. Dhe pastaj bashkon votat për të bërë kodin elektoral. Pse? S'ka pse bashkëpunon, shko deri në fund. Por ky lloj kulture që për kundërshtarin themi maksimumin e hiperbolizojmë të keqen dhe e hiperbolizojmë të mirën e vetes, kjo bën jo serioze politikën sot. Është një nga gjërat që trashëgohet në Partinë Demokratike dhe që i humbet seriozitetin. Sepse njerëzit mbajnë mend kur ke thënë për Ilir Metën, njeriu më i
keq i këtij vendi etj dhe pastaj bëri zëvendës kryeministrit. E mbajnë mend kur the vrasës, ke porosit vrasje në 15 dhe 16, pastaj bëre prap aleat. Pra, inkoherenca aq më tepër e shoqëruar me hiperbola, me egzaltim, më i keqi i historisë, më i miri i historisë, e humbet seriozitetin e politikanit dhe e ka ekspozuar zotin Berisha në qëndrime krejtësisht diametralisht të kundërta me veten e vet. Dhe nuk e ke monopolin që të thuash dhe e mira dhe e keqja ti, sepse veshi ti e thua, po veshi është i popullit. Dhe kjo humbet seriozitetin. A e forcon protesta? Protesta tonizon partinë. Është si ata që shkojnë në palestër, e mbajnë trupin shumë të fuqishëm, po kur vjen puna ke grushi, ke ndeshja ballë për ballë, fiton ai që ka zemër, nuk fiton ai që ka muskuj. Fiton ai simpatinë të tjerëve, e fiton ai që ka pastërti, ndershmëri, dinjitet, nuk e fiton ai që ka bërë muskuj. Edhe nëse duket sikur do jetë fituesi. Pra, për te këtyre metaforave, përgjigjja është e dëmton, më tepër se dobson, e dëmton sepse i humbet seriozitetin dhe besueshmërinë. Po ashtu, zot Gati, dhe besoj e keni ndjekur me interes, ka një iniciativë të ndërmarrë nga një numër intelektualesh për të bashkuar opozitën, gjithë frontin opozitar në një aksion të përbashkët, siç është ajo zoti Ermal Hasimja, që ka tentuar të ulë një tryezë, zotin Berisha, zotin Agron Shehaj, zotin Lapaj, por duket se nuk ka dakordsi. Pse sipas jush nuk arrit të bashkohet opozita? Nuk arrit të bashkohet sepse secili prej këtyre që u përmendët ka agjend personale. Dhe e shohin zgjidhjen e problemeve të Shqipërisë nëpërmjet vetes tyre. Pra, Berisha mendon që është ai që do ta zgjidhë problemin e opozitarizmit. Po në një mënyrë mendon Lapaj, po në një mënyrë mendon Shehaj, po në një mënyrë mendon Qori, për fat keq në të njëjtën mënyrë mendon tani dhe Hasimja. Nuk janë iniciativat individuale që e zgjidhin situatën e Shqipërisë. Po tjetë për individ që drejton një proces, ky është kryeministri, ka dhe vegle, ka dhe joshjen e pushtetit. Po tjetë i dyti vjen Berisha se ka një parti, trazhon një parti të madhe, pas dhe këta tjerët vinë me radhë. Pra ne nuk mundet të shpresojmë ende me naivitet që problematikën e një lideri autoritar, të cilin mund ta quajmë dhe diktator, ta zvendësojmë me një njeri që ka autoritetin tjetër. Pra ne kopjojmë autoritetin. Kjo zgjidhet e para kur ka një lëvizje të brendshme reflektuese nga forcat. Pse nuk po më ecin punët? Pse nuk më ecin punët mua Berisha? Pse nuk më ecin punët mua Shehaj? Pse nuk arrita të bashkohesh atje parti e tjera? Pra, secili prej tyre mban agjendën e vet dhe ka qëllime krejt të ndryshme, konkurruese dhe kontradiktore me njëri tjetrin. Prandaj këta nuk mund t'i bashkosh, siç ka zgjedhur Hasimja, për fat keq, me ftesë publike. Ti vesh në siklet. Sepse këta janë shumë refraktarë. Nuk është se këta nuk i kanë menduar arsyet e bashkimit, po kanë dominuar ke këta arsyet e mos bashkimit. Se para 18 muaj kishim zgjedhje. Se nuk u bashkua, po e lë Berishën dhe PD-n me njënë, Shehaj dhe Lapaj, po përkundrazi, janë në përgjyqje tani. U grinë me njëri tjetrin. Nuk e dinin që janë të vegjël dhe kanë nevojë të bashkohen? Se sot do ta kuptoj Lapaj që thotë që se mund do të vetëm unë e Tiranën? Po pse se kuptove para zgjedhjeve? Apo secili prej tyre do protagonizmin e vet, janë të gjithë brenda delirit, duan të jenë këta. Nuk është me këta. Dhe gjithë shoqëria, për fat keq, vazhdon këtë mendësi që na duhet një njeri, një mbi njeri që ta zgjidhë këtë problem. Dhe ky mbi njeriu është patjetër diktator. Pra ne do të heqim një person që e ka shndruar, si thon opozita, në regjim, pra si fytyrën e regjimit do ta zvendësojmë me një njeri që do bëhet prap regjim, nëse është një individ, sepse ne nuk bëjmë pyetjen çfarë duhet ndryshojmë. Ne bëjmë pyetjen kush. Që këtu fillon gabim. Më i keqi i rrugës merre, mjafton ta vesh bishinat e duhura. Ne nuk merremi me çfarë do të bëjmë ndryshe. Nuk merremi me çfarë nuk ka funksionuar dhe si ta kthejmë ndryshe sjelljen e opozitës. Po merremi me kush. Hajde të bashkohemi si.
Bashkim numrash nuk jep përfundim bashkimi numrave. Bashkimi vlerave jep përfundim. Po vlerat janë gjëra që i ndajmë me njëri tjetrin dhe nuk ka nevojë për këto forume spektakolare. Sepse në qoftë se unë dua spektaklin tim dhe them ja i dola borxhit, i thash ca gjëra tjera, pa i thënë këto në nivelin e bashkëbisedimit dhe reflektimit paraprakisht, ke bërë thjesht një spektakël për veten. Ke siguruar një forum nga i cili ti thua unë do ta zgjidh, pra unë do ta marr në dorë ta bashkoj opozitën. Jo, nuk e bën dot asnjë. Po që se këta nuk duan të bashkohen. Dhe duhet kuptosh që duan apo jo të bashkohen duke pasur një konsultim të gjatë dhe një proces të gjatë konsultimi brenda me secilin prej tyre. Kur e sfidon tjetrin i thua unë luftoj, hajde ne bashkoheni, ata nuk kanë nxënësit e fillores, do të jem mësuesi. Si mund të presish rezultat nga kjo? Është e sinqert, po është pak naive. Është e duhur, po nuk është eficiente. Është si një konflikt në botë që dikush negocion pajtimin. Negociatat nuk janë asnjëherë të hapur. Nuk janë spektakël negociatat. Ky është gabimi ke forumit dhe këto janë arsyet pse nuk ndodh bashkimi, sepse secili vazhdon të ketë qëllime konkurruese përjashtuese me njëri tjetrin. Nëse dëgjon emisione televizive të mbrëmjes në Shqipëri, të gjithë analistët, edhe ata që përkufizohen pro opozitës dhe ata që përkufizohen pro majorancës, bien dakord që kjo qeveri e ka humbur besimin tek publiku, është më e dobësuar se kurrë në gjithë këto mandate, por nga ana tjetër shohim që një opozitë është akoma e dobët për ta rivalizuar dhe të krijuar të shpresën dhe frymën për të sjellë ndryshimin dhe rotacionin. Çfarë duhet bëjë Partia Demokratike konkretisht që të arrijë dhe të bëhet ajo që mund ta rivalizoj në vitet e ardhshme Partinë Socialiste, pse jo edhe nëse mund të kemi një qeveri tranzitore dhe zgjedhjet parakohshme? Unë nuk besoj se do të ketë qeveri tranzitore dhe zgjedhjet parakohshme. Këto janë rrëfime që sajohen nga opozitarët, kryesisht PD-ja, për të mbajtur me shpresë të vetët, për t'ju thënë që prisni edhe pak se ja tani do ndodhi një gjë, ja tani do ndodhi një gjë tjetër. Ja do vi ky, ja do ikje ai. Këto janë gjëra kot. Kjo është politikë për të shtyrë ditët. Ajo që do të bëjë Partia Demokratike, si forca më e madhe opozitare që trashëgon dhe histori politike, shumë thjesht të ndryshojë vetveten, të bëhet ndryshe nga ç'është. Sepse kështu siç është, shqiptarët nuk po e votojnë. Që ta votojnë, do të ndryshojë. Si do të ndryshojnë? Po një parti që nuk krijon hapësirë lirie për antarësinë e vet, për figurat e veta politike, si mund t'i krijojë hapësirë lirie shqiptarëve? Nuk do ta besojnë shqiptarët kur shohin se si, për shembull, unë dal me një manifest, dal publikisht, i them gjërat dhe të nesërmen duhet të risa më larg oborit të partisë. Saliani njëherë bën hero, pastaj nesërmen e bën tradhtar. Një lloj si Kone Enverit, Mehmet Shehu ishte kryeministër, nesërmen doli poliagjent. Nuk shkojnë këto gjëra. Populli ka një memorie. Nuk mund t'i garantosh ti shqiptarët që ti do sillesh ndryshe, nëse ti vazhdon të përsëritësh një gjë gabime. Ti nuk bën dot zgjedhje brenda partisë, ti nuk pranon dot të ndryshmin dhe t'i japish hapësirë lirie antarësisë të partisë. Ti nuk trajton meritokracinë. Në parti ka shumë njerëz me vlera, pa ata nuk janë atje. Nuk bëhen deputet, nuk janë në kryesi. Pse nuk janë? Sepse zgjidhen ata që janë besnik, jo ata që janë me vlera, që janë të zotë. Çfarë do të thotë kjo për shqiptarin që do të votojë? Që dhe po erdhe pushtet, ti në tjetër mënyrë ta mbushësh shtetin me zyrtarë që janë besnik, po jo të zotë. Po që për këtë e kanë. Nuk kam pse ndryshojnë. Pra Partia Demokratike do të ndryshojë vetveten në këto gjëra. Të japi tjetër drejt me njerëzit e vet. Të japi liri njerëzve të vet. T'ju garantoj meritokraci, kush është i zoti, jo kush është besnik dhe i verbër. Të krijoj çdo lloj mekanizmi që njerëzit të shpërthejnë idetë e tyre të mira. Kur ti nuk e bën dot të brenda partisë, ti nuk mund t'i garantosh shqiptarët që do t'ja u bësh të duke u bërë kryeminist. Prandaj Partia Demokratike duhet të ndryshojë në të gjithë këto elemente që unë thash. Në raportin me të vërtetën. Mund
mund të thuash që jam në rregull, po marr vetëm 2-3 shembuj. Dikur i thoshe kriminal të nesme. Ilir Floririt sot thua është i burgosur politik. E ke majt kokës. Dikur i thoshe kriminal, sot bën ligje me ta. Kjo ta humbet raportin me të vërtetë. Ke thënë gjëra, nuk mund të kesh dy herë nuk mund të jesh dy herë i vërtetë, i saktë. Një herë ke gënjur në njërin rast të paktën. Mos në dy. Ky është dyshim që në raporti me të vërtetën, raporti me pesnikërinë apo zotësinë, raporti me institucionin brenda partisë, me ndershmërinë dhe trajtimin e njëri tjetrit me respekt, dinjitetit njëri tjetrit. Kur ti si i drejtë brenda partisë, nuk mund t'i japësh shqiptarëve një shtet të drejtë. Shqiptarët e dinë që janë të varfër, ndoshta nga më të varfrit në Europë, e dinë që do janë të tillë edhe po ndryshua qeveria, se s'ndryshon gjë për një vit, as për një mandat. Por shqiptarët janë në një vend ku nuk ka drejtësi. E kur them drejtësi, jo shteti, jo institucionet drejtësisë. Shteti nuk është i drejtë, as kur t'i jep arsimin, as shëndetësinë, as punësimin, nuk është i drejtë me ty. Prandaj shqiptari ikën. Edhe njëherë përgjigjja e fundit është PD-ja duhet të ndryshojë 100%. Ne duhet të dallojmë nga Edi Rama, siç dallon plusi nga minusi. Kjo na bën ne ofertë për shqiptarët. Dhe një pyetje të fundit zoti Kadilli, Partia Demokratike ka thirrur protestën e radhës më datë 10 shkurt. Keni përshmërinë nga kjo protestë? Partia Demokratike i ka protestat si një lloj karikimi të vetes. Si çdo darkë që ne e vëmë celularin se në mbaron bateria, Partia Demokratike gjithmonë flet për protesta dhe për përmbysje. Nuk bën dot pa të. Është në ADN-n e Partisë Demokratike. Dhe është në ADN-n e Partisë Demokratike, pra në genin e Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike ka lindur nga protestat. Nuk ka lindur nga një mbledhje, nga një arsyetim, nga një konferencë. Protestuan studentët, ju bashkuan qytetarët, dolën disa intelektual folën dhe u bë Partia Demokratike. Prandaj ndihet shumë mirë në protestë. Karikon vetveten. Por kjo nuk ka lidhje me interesin e shoqërisë. Protesta e një partie politike nuk është protesta e qytetarit, por është protesta e atyre që ishin në përzyra, tashmë janë jashtë zyrave dhe duan të kthehen prapë te ajo zyra që ishin dikur. Kjo nuk i thot asgjë qytetarit. I mban me shpresë dhe i karikon këta që mund të kishin humbur besimin, që të ishin bërë pesimist, që ndoshta sfitojmë dot më etj. Po këtyre u shërben. Këta e vën karikusin te telefoni çdo natë dhe flen me idenë që nesër protesta e radhës do ta rrëzojmë Ramën, do vetë edhe një herë kjo zyra që isha, ndoshta edhe më e mirë se ajo që isha. Por shqiptarëve kjo nuk ju thot asnjë. Nuk është se shqiptarët nuk e dinë që po jetojnë në një shtet që i grabit, një administratë abuzive, një administratë me shumë korrupsion. Nuk është se shqiptarët nuk e dinë. Por shqiptarët e dinë që ti partia që ishe ti administratë, vazhdon të kesh të njëjtët drejtues, të njëjtët njerëz, që do të thotë do përsëri të kthehesh në administratë. Nuk do të ndryshosh Shqipërinë, se nuk je në gjendje të ndryshosh veten, pastaj ndryshosh Shqipërinë. Protestat janë karikus shumë mirë për të mbajtur psikologjikisht të bashkuar rrotull drejtuesve, perishës dhe kryesisë, militantët dhe njerëzit që të dëshpëruar. Ka një të mirë, patjetër, nuk mund ta mohoj, që çdo protestë i bën mirë demokracisë, ngadoj që ti. Por kjo nuk e ndryshon gjendjen politike. Zoti Kadilli, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit që gjetët kohën dhe faleminderit shumë për praninë tuaj. Shumë faleminderit për ftesën dhe shpresoj që u dhën disa përgjigje mbase vlen edhe për opozitarët dhe demokratët veçanërisht. Patjetër. Faleminderit shumë.